Dash, bura grua qofsh. Po të prezantoj një personazh që po deshe ta kujtosh pak edhe për fytyrë, hyr në internet dhe e gjen. Është aktor i famshëm dhe quhet James Caan. Ka interpretuar më shumë se 80 filma ndër vite dhe ndër këta filma është filmi legjend Godfather ose Padrino ose Nuni, si i themi shqip. Në filmin Kjo ure largët apo e fundit që është A Bridge Too Far, apo në filmin Kukudhi The Elf është origjinali. James Caan është i shenjës dashit. Pse po a them? Sepse ky aktor ka refuzuar të luajë në disa filma shumë të mëdhenj siç janë Star Wars, Lufta e yjeve, Takimet e afërta e të llojit 3 apo Apocalypse Now. Zgjedhjet e tij të çuditshme, ose më mirë, hezitimi i tij, o njeri i shenjës dashit, bura grua qofsh, duhet të jenë një shembull për ty në këtë periudhë. Mos u tërhiq përpara sfidave. Edhe pse mund të kesh bërë shumë, ndoshta është duke t'u paraqitur një rast, një mundësi për të pasur një sukses akoma më të madh. Se ku, unë nuk di ta them. Mund të jetë në profesion, mund të jetë për një udhtim, mund të jetë për një aktivitet, për një detyrë të re, në dashuri, nuk e di. Yjet dhe unë po të sjellim një mesazh, të themi mos thuaj jo.